Lëvizja mjaft kanë bërritur sot në dyert e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës në kuadër të reagimit qytetar për videon Meta Prifti. Aktivistët e kësaj lëvizje, eksponent të politikës e shoqërisë civile, kërkuan largimin e zëvendës kryeministrit Ilir Meta nga funksioni i tij në shenjë përgjegjshmërie ndaj përmbajtjes së asaj video që u cilësua si skandal. Ndërkohë më herët përfaqësues të Konfederatës së Sindikatave shprehen shqetësimin dhe protestën e tyre kundër mosdhënies së pagës së 13 dhe moszgjidhjen e statusit të nënpunësit civil. Ndërkohë policia në një njoftim të saj deklaroi se ka shoqëruar dy antar të pretenduar të lëvizjes mjaft. Ata janë E Gjani 24 vjeç dhe E Brahim Llari 20 vjeç. Sipas deklaratës së policisë, përfaqësues të kësaj lëvizje, pasi kanë tubuar e protestuar të qetë para metes, kanë kaluar më pas në rrugën Sami Frashëri, pranë selisë ku ndodhet LSI, ku kanë fyer dhe qelluar me vezë në lokalin e katit të parë, ku ndodhet dhe selia e këtij subjekti. I menjëhershëm ka qenë reagimi i lëvizjes mjaft, e cila ka mohuar përfshirjen e anëtarëve të saj në konfliktin para LSI-s, ndërkohë drejtuesit e kësaj lëvizje kanë depozituar një kallëzim penal për kërcënim nga anëtari i LSI-s Dorian Veliu. Nga ana tjetër, kreu i Konfederatës së Sindikatave Kol Nikolaj ka pranuar se personat e arrestuar nga policia janë anëtarë të kësaj konfederate dhe janë provokuar nga përfaqësuesit e LSI-s.